Një ditë para Bajramit të Kurbanit, tregu i improvizuar tek stadiumi i Tetovës është i mbushur plot. Çmimi për një kurban arrin deri në 200 euro, ndërsa një dash 250 euro e më lartë. Shitësit ankohen qytetarët nuk blejnë shumë, ndërsa ankesa kanë edhe për shoqatat humanitare për të cilat thonë se mbledhin mjete për kurban, por kurbanet nuk i blejnë këtu në treg. Ama dobet, s'ka shumë interesim. S'janë gurbeqarët, s'ka interesim shumë. Kanë hip pak më shtrejtja. Sa shkon një dash, sa shkon një dele? Një dele 200 euro, një dash 250 euro. Ma shumë kërkohet desh kërkojnë, po edhe dhenë marin, edhe ajvan të mdhej marin. Me vitet e kalume, ma dobet si vjetë se këra vetë. Ka ta shkëndalë shumë shoqata, kurse po ti qoj shparët, ti qka theret të shoqata, ti qka nuk theret, ama populata ma në shpi nuk e donë. Me quë, nuk e dina ka thera qka ka bo. Ka dhënë të vendose për kurban, do të vendose në shpit vete me pre kurbanin, jo, ma ka thera në shoqat. Qëllo, si me të ma dobet se vetë. Mendoj interesimi të njerëzit, se gjëllarët i qenë parat këtë e di, veç pare japëm si sa da ka, kurbana nuk ka. Edhe, ajo është. Pa, këtë gjojat kanë ndrishau, amën këto prap të çmimi vjeshëm. Blerësi që takuam thonë ata që e kanë mundësinë dhe dëshirën gjejnë para për një kurban. Po ai gjip gjejen i duket shtrejt. Ai gjithë shet lirë. Po merr janë. Një çmimi volitshëm ka orsash. Ai gjika pare, ai e blej. Ai gjithë pak ma zora, ma në japon qara. 200 vete ka marrë, 200 tash. Për vetë. Para 3 vetëve ka konë 158, shte jo bo 200 kja vetë, 220 vëllipshin, 200, që ta i lënë roli, ma shumë, asër mas, si kanë mundësaj njëri, e pagunë e marë, s'ka mundësaj. Interesimi ka rënë edhe për baklavat e gatshme, u ankuan shitësit e ëmbëlsirave. Interesimi është në nivel të dobët. Me qenë se tash ka fillu me bërë ëmbëlsira edhe në për shtëpia, pregatitin, mirë po ne në pregatit, me qenë se është e festa jonë edhe fest fetare. Ato si cili muslimon, si cili shqiptar, e festar. Duhet, ne kena këtu për shembull baklava, sheqerpare, aligjina, kena edhe ëmbëlsira tjera, çfarë do klienti ne ju ofrojmë. Një tepsi me baklav shkon nga 2000 deri në 2500 denar, po shumë qytetar blejnë edhe me copë, e cila kushton nga 20 deri në 40 denar.